Jemi në studion e lajmeve në ABC në këndin e të ftuarit. Sonte kemi zonjën Elsa Ballauri, kryetare e grupit shqiptar për të drejtat e njerëzit. Shumë faleminderit që jeni në studion e ABC sonte. Mirë se faleminderit dhe ju. Një verë e ngarkuar, sidomos këto 3 ditë e fundit të ngarkuara, Elsa, 3 vrasje, krimi ka goditur brenda familjes, 3 nëna që kanë lënë fëmijët jetim. Pse ndodh? Është një pyetje që të tërë bëjmë dhe ngrëm supet në fund. Them drejtën, ndonjëherë jemi paksa më shumë se ç'duhet një popull tragjik në momentin ku ndodh diçka. Nuk mendoj se pseja është gjithmonë shumë njerëzore dhe është shumë globale, si thua, dhe shumë e përgjithshme. Çdo kush, çdo jetë njeriu që ikën në mënyrë të dhunshme, të trishtuar, të pa kur nuk I ka ardhur koha, ka një pse të madhe mbrapa, sidomos kur kjo kryhet nga dikush tjetër. Dhe kemi një përçudim nga ana tjetër, ne në varësi të asaj pyetje paksa patetike që bëjmë nga ana tjetër, kërkojmë të gjejmë dhe një pse e cila në një farë mënyre mendoj që duhet ishte bërë pak më përpara se të ndodhin këto raste. Dua të them që shoqëritë në përgjithësi, shoqëria njerëzore është e tillë, njeriu brenda vetes ka të mirën dhe të keqen. Gjithmonë këto janë në kontradikt dhe në luftë me njëra tjetrën brenda individit dhe vetvetiu është normale ose jemi mësuar dhe do të ndodh gjithmonë sa kohë të jetë shoqëria njerëzore e gjallë, do të ndodh gjithmonë që të ketë të tilla raste. Dhe dihet që vende edhe ku demokracia apo shteti, do të thosha, është I fortë, përsëri kanë raste të tilla. Kemi pak a shumë, mendoj që ka një paradoks shqiptar që lidhet me të kaluarën. Shpeshherë njerëzit duan të shkojnë gjithmonë te ajo që ne përjetuam për 50 vjet, në një kohë që shqiptarët mendojnë se kishim një shtet, dhe gjithmonë thonë që në atë kohë nuk ndodhin gjëra të tilla. Edhe unë mendoj që nuk është e vërtetë, nga gjitha burimet dhe informacionet që mund të kemi në fakt s'është e vërtetë. Sigurisht diktatura I kufizon, rrit frikën, po kufizon veprimin për të reaguar, sepse vetvetiu do të kishte pasoja të gabuara për pasoja të dëmshme për individin. Frika është shumë e madhe dhe njeriu përpiqet dhe individi përpiqet të rezistojë, por nga ana tjetër fakti është që ato nuk thuheshin. Ka pasur gjithmonë raste dhune dhe mendoj se një nga pasojat e asaj dhune që vazhdon është pikërisht ajo kohë ku njeriu ishte I pa lirë për të kuptuar dhe për të vepruar. Dhe marrëdhëniet qëndronin gjithmonë qoftë barazia gjinore, qoftë e dukura sikur gratë ndihmoshin dhe burrat ishin ata që I respektonin, ishin shumë falso. Për të mos e them këtë, ndofta u zgjata pak, por e them sepse asnjëherë nuk mendoj se është e mjaftueshme ajo që ne bëjmë kur ndodh diçka. Dhe për fat të keq harrojmë menjëherë mbas asaj që ndodh, çfarë është bërë. Kemi raste të vjetra, të grave që janë zhdukur, grave që janë jo dhunuar, po grave që janë torturuar, janë përçudnuar. Kemi rastin e Henrietës e cila akoma nuk është zbuluar dhe sot e kësaj dite. Kemi raste pa fund njëra pas tjetrës grash dhe ne I rikthehemi gjithmonë një ngjarje të re traumatike, më duket sikur thjesht për të zbutur dhe për të ndihmuar emocionet tona, se sa për të gjetur zgjidhjen. Sepse zgjidhja në fakt nuk mund të gjehet asnjëherë mbas një gjëje që ndodh në mënyrë emocionale. Zgjidhja duhet prevenuar, duhet parandaluar dhe me parandalimin ne merremi shumë pak. Dhe pikërisht këtu do të ndalesha, në të 3 rastet, ju referohem 3 rasteve të fundit, që nga e shtuna deri sot që flasin, ka ndodhur 3 vrasje brenda familjes, 3 bashkëshorte apo ish bashkëshorte, ka fëmijë jetim. Do të thënë ngjarja mund të jetë shumë më tej dramatike. Por ajo që vëre është në njërin rast dëshmitarja fliste dhe thoshte ishim, e dëgjuam, ajo thiri për ndihmë, ne nuk ndërhyjm. Në 2 rastet e tjera fëmijët thonë që dëgjonim zënka, dëgjonim të bërtitura, por nuk ndërhynim. Natyrisht që me ligj ndoshta nuk të lejohet që të hysh tek privatësia e tjetrit apo të ndërhysh në raste të tilla, por është momenti që komuniteti të mos shikoj më dhe të vrasi frikën. Dikush sot më tha, Mirela, po të futen, mund të vriten, nuk dihet se me këpërzien. Pra këto janë bisedat që ne bëjmë. Por ka ardhur një moment që të jemi pak
pak më të alarmuar, sepse kjo gjë që sot e shojmë të dikush tjetër, nesër mund t'i ndodhi dikujt nga ne? Shiko, të them drejtën, unë po vi direkt nga Voskopoja, ku ishim në një takim shumë interesant të minoriteteve dhe ku kishte shumë oksigen, i cili më ndihmoi që edhe të shkëputem nga një lloj realiteti dhe të çlodhem. Megjithatë, sa po shkela në Tiranë, befas u lodha shumë, sidomos nga ngjarjet. Kjo që më the, më ndihmon shumë për të ditur detajet, sepse natyrisht i kalova ato ngjarje që ndodhen, por nuk kishim kohë që të diskutonim gjatë. Ajo që më thua është sigurisht, the diçka në lidhje me ligjin, dhe s'ka asnjë ligj që i ndihmon, që i thot qytetarit se ndërhyn në privatësinë e qytetarit tjetër, së pari, kjo duhet kuptuar. Përkundrazi, ka një fushat të madhe në botë që nxjerr në pa një shkallë ose një grupim tjetër të drejtave të njeriut që gjithmonë më tepër për cilën po flitet, po elaborohet, dhe është ajo e drejta e solidaritetit. Është dihet që të drejtat sociale, politike, kulturore janë të drejtat disi tradicionale dhe të vjetra. Sot në botë gjithmonë më tepër që ndoshta shqiptarët se kuptojnë që është vërtet një nga të drejtat bazë, është e drejta e solidaritetit. Dhe kjo është pikërisht ajo që i ka nevojë shoqëria njerëzore të jetë afër dhe të ndihmojë. Kështu që në këtë aspekt nuk ka asnjë lidhje dhe mendoj se të gjitha duke qenë një drejt bazë, ajo do të prodhojë dhe prodhon ligje që janë në kundërshtim me atë që dikush mund të mendojë se nuk i lejohet të ndërhyjë ose do ta quaj si ngacmim në privatësinë e tjetrit ndërhyrjen. Përkundrazi, për sa kohë kjo ka në bazë ndihmën, atëre ka nevojë për ndërhyrje. Shiko, kemi dy elementë në këtë mes. Dhe të dy elementet në Shqipëri janë problematik. Kemi në njërën anë shtetin, institucionet shtetërore, dhe në anën tjetër kemi shoqërinë. Për fat keq këto shkojnë të dyja keq, sepse me sa duket ndihmohen nga njëra tjetra. Nuk kemi një shoqëri të zhvilluar, të civilizuar, humane dhe reaguese, e cila të ketë mundësi të ndihmojë dhe institucionet të rregullohen më mirë. Dhe nuk kemi nga ana tjetër asnjë vullnet apo dëshirë apo element elitash nga ana e institucioneve shtetërore të cilat të ngrenë strukturat të tilla që ndihmojnë shoqërinë. Dhe kjo është ndoshta një nga fatkeqësitë që kemi ne, sepse nëse do të kishim një reagim qytetar, nëse ato rastet që unë thash të vazhdueshme që kanë ndodhur me gratë e dhunuara, të keq trajtuara për vite me radhë, do të kishin një zë shumë sistematik dhe të fortë të shoqërisë. Nuk them vetëm shoqërisë civile. Shoqëria civile është e para që duhet kritikuar në këtë mes, sepse kemi të bëjmë me element, me individ, me organizata, me grupime të cilat kanë thënë që unë do në emër tim, do me thënë në emër të drejtës dhe në emër të humanizmit, unë do bëj të pamundurin që këtë grup shoqëror të mbroj apo të flasë në emër tim. Nuk do të bëjt cinikën, por sot mungonin vetëm protestat, që jemi mësuar në bazë çdo vrasje, bëhet një protest nga shoqata caktuara, stop dhunës, etj. Dhe kaq, dhe kjo duket vërtet cinike, domethënë. Është shumë cinike dhe shumë ndofta, shiko, nuk e di, ne jemi shoqëri shumë emocionale. Unë jam e sigurt që edhe shoqatat e grave apo qoftë dhe grupime të tjera, në momentin që ndodh diçka janë serios në atë që bërë, e ndjejnë atë që bërë, por heshten shumë shpejt. Domethënë, kjo është ajo që është shumë e çuditshme. Domethënë, profesionalizmi ndofta ose një humanizëm më i thellë, më i ndjerë, ose një më i vërtet. Kjo është, por unë them se dhe profesionalizmi luan rol, sepse në momentin që ti ndjehesh keq, edhe si individ, duhet kuptosh që nëse ke marrë përsipër të kryesh një mision, atëherë duhet të ndihmosh veten dhe të organizosh për ta kryer atë. Kështu në rastin konkret unë nuk mendoj se shoqëria, do të dikush, një komshi apo një prind apo një afër duhet mendoj se jo se është çështja e saj private. Shpeshherë abuzohet me të drejtën, do të thënë ne kujtojmë se fjala të drejta duhet marrë ekstremin e saj, nuk është ashtu. E drejta sigurisht ka një bazë dhe dihet që shkelja e drejtave të njeriut tipike është ajo që vjen nga shteti kundrejt individit. Në momentin që dy persona në rrugë mund të zihen dhe policia është vënë në dieni, përsëri ka një detyrim tërthor dhe një shkelje tërthore nga ana e shtetit. Por
ne duhet kuptojmë që krahas kësaj, ne jemi ata që duhet të ndihmojmë institucionin. Nëse dy persona zihen në mënyrë të vazhdueshmërisht të gjatë, atëherë dikush që ka dëgjuar patjetër duhet lajmërojë një institucion. Ta bëj publik, do të ta bëj diku të bëj një kallëzim të tillë ku personi pastaj të përmbahet. Një nga rastet ishte që kishte njoftuar policinë, ish bashkëshorti e kishte shqetësuar. Dhe si pas medias, nuk e kemi të konfirmuar në dy burime, si pas medias, policia e ka marrë njërë në telefon personin që kreu vrasjen dhe i ka thënë mos shko ta shqetësosh dhe ai ka vajtur dhe i ka thënë pse i ka thënë policisë diçka e tillë. Si shikohet dhe puna e policisë, ka për detyrë tek e fundit dhe paguhet janë taksat tona që paguajnë këtë uniform për të mbrojtur në raste të tilla. Shiko, është shumë e vërtet, kjo është pra një nga problemet më të mëdha që kemi ne sot, sepse policia shpeshherë është e para që bëhet indiferente dhe nuk reagon siç duhet, dhe anashkalon çështjen. Por ajo që ne themi se kemi një shkollë policie apo një edukim për policinë, ndofta nuk është e mjaftueshme. Polici, ashtu si kur se ndodh në shumë vende të botës, është edhe psikolog, është edhe sociolog në një farë mënyrë, do me thënë i ka marrë dhe këto njohuri, sikur se ne dim që për shembull policët kur hyn në vende tepër të kontrolluara siç qoftë Amerika apo Kanadaja, ai polici që shikon nuk është thjesht një polici që shikon dokumentat, pa ai shikon nga pamja se sa i sigurt je për vendin e tij. Kështu të gjitha këto janë raste të cilat duhen, unë mendoj se pari një është ai lloj edukimi, së dyti është për fat keq të ne kemi kulturë shumë të fortë të dhunës, të trashëguar, të kaluar nga njëri brez në tjetrin. Një kulturë dhune e cila është baza, si thuash, është baza e rritjes së fëmijës, e marrëdhënies që krijohet në familje, e modelit që japin prindrit fëmijës, dhe vetvetiu është kultura e dhunës e cila gjithashtu shoqëron zakonisht edhe marrëdhënien e çiftit. Dhe ku gruaja e di që mund të dhunohet, por e quan edhe si një gjë të zakonshme deri diku, ndërsa burri e di që duhet dhunoj sepse ashtu mban pozicionin e tij primar, e mban më të fuqishëm. Kështu që policia duke mos qenë edukuar siç duhet dhe duke mos u mësuar të zbatoj ligjin me përpikmëri dhe në mënyrë profesionale ekstremisht mirë, vetet ju bëhet prej kësaj kulture që ai e ka vetë. Kështu që ne kemi gjithmonë, akoma jemi në atë dualizmin dhe në atë luftën e fortë të kulturës me profesionalizmin. Në qoftë se nuk arrim dot të kemi një kërkesë të fortë dhe shumë të madhe, madje edhe me pasoja mendoj, në edukimin e këtyre institucioneve, e personave të këtyre institucioneve, si që është policia në rastin konkret, që është përballja e parë e individit në rastet të tilla, vetë ju ai pastaj do bëhet pre kulturës që ka dhe ajo do mbizotroj dhe do të veproj, sepse është polici shpeshherë i cili thotë nuk është ndonjë gjë ai rasti, si bëri ndonjë gjë të madhe. Mjafton ai të thotë si bëri ndonjë gjë të madhe, ai tregon që pranon dhunën. Ai nuk do ta pranoj, ai e pranon dhunën dhe ai ka dhe personaliteti i tij si individ, si një qytetar i zakonshëm ka mbizotruar personalitetin tjetër si profesionist. Kështu kaq duhet që të përmbyset gjithçka dhe të shkojnë në rrugë të gabuar. Megjithatë, çështja e shoqërisë është shumë e rëndësishme. Ne kemi tashmë një shoqëri në cilën flitet për dhunën, nuk është frikë të flasësh, jo vetëm frikë, po ka shkuar në detaje, kemi organizma, kemi organizata, kemi individ, kemi profesionist, deri diku kemi shkolla, pavarësisht se sa të mira janë, apo ne mund t'i bëjmë analizë dhunës. Ajo që është e çuditshme është më shumë se dhuna, do të thosha, e cila nuk ndodh gjithmonë, ajo që na çon shpesh drejt dhunës është indiferentizmi. Dhe ndofta unë gjithmonë mendoj dhe them që indiferentizmi, qoftë edhe në raste të tjera, është shkalla e parë e diskriminimit dhe e shkeljes së drejtave. Kështu që sa kohë të merremi me të, do ta kemi vështirë. Shumë faleminderit për pranimin tuaj në studion e ABC-s. Në fakt, intervista me ju na ka përcjellë në mbyllje të mbrëmjes informative. Unë jam Mirela Milori, bashkë takojmë nesër në orën 19:00. Deri atëherë natë më mirë.